do të shkojmë me zhvillimet në Kosovë, ku salla e kuvendit atje është përfshirë ditën e sotme nga atencione mes deputetëve pasi përfaqësuesit e opozitës kanë kërkuar thirrjen e seancës konstituimit. Më shumë detaje na jep në këtë momente gazetarja jon Blerta Dallushi Berisha. Blerta, të përshëndes, çfarë ndodhi përgjatë seancës së paraditës së sotme, ku duket se në debate janë përfshirë jo vetëm deputetët, por edhe qytetarët? Po, në fakt, fillimisht për në orën 11 Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar nga kryesuesi i kuvendit dhe lëvizjave të vendosje që të mbahet seanca konstituive e kuvendit të Kosovës. Ata ishin në sallën e kuvendit pikërisht në orën 11 bashkë me deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, por që nuk patën sigurisht përgjigje nga lëvizjave të vendosje, ndërsa në orën 12 ishte paraparë që kuvendi të hapej për qytetarët, salla e kuvendit të Kosovës të jetë e hapur për qytetarët nga Mërgata, ndërkohë aty shkuan deputetët e lëvizjes vetëvendosit, të cilët u ndeshën me ata të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Fillimisht ishte deputetja Donika Gërvalla që filloi përplasjen verbale me atë të Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu. Këta të fundit vazhdimisht kërkonin thirrjen e seancës konstituive të kuvendit të Kosovës në mënyrë që të konstituohet kuvendi, pasi që sipas tyre vetë Kurti ka thënë që i ka numrat për konstituimin e kuvendit, derisa këta të fundit kërkojnë fillimisht një marrëveshje politike. Pastaj përplasja që zgjati rreth 2 orë është bartur nga një deputet i cili hynte në sallë të i lëvizjes vetëvendosje. Tek pas 2 orësh kur edhe mbajti një konferencë për media deputetja e PDK-s Blerta Deliu dhe tha se këtu edhe përfundojnë do thotë qëndrimin e tyre në sallë, hyri ushtruesja e detyrës së presidentes bashkë me Mërgatën, ku sërish pati një përplasje verbale mes deputetëve, ku edhe vazhdimisht kërkohej thirrja e seancës nga opozita. Përplasja verbale u zhvendos edhe te disa qytetarë, ku pastaj sigurimi filloi edhe duke i lënë për një kohë të caktuar qytetarët dhe duke i larguar për të ftuar të tjerët në mënyrë që të mos ketë ndonjë incident. Qartë, Blerta, të falenderoj për gjitha informacionet që përcolën në studio lidhur me këtë çështje.